për shkak të një dashurie të madhe që ekziston në qytet Prezenit te një pjesë e publikut, edhe për shkak se unë vetë dua muzikë shumë, e kemi vendosur në bashkëpunim me organizatorin, edhe në bashkëpunim me drejtorin, që me shiku mundësitë edhe variantat qysh me bo një festival të rock dhe blues muzikës. Kemi gjetë shumë përkrahje, entuziast shumë, edhe të trit përveç tjerës, edhe kemi fillu me realizimin e ide, se kemi ditë që do të ketë sfida, mirë po sfidat gjithmonë janë edhe mundësi, edhe viti i parë dhe viti i dytë kanë tregu definitivisht se ideja e mirë, edhe energjia që deponon në organizim, definitivisht jep rezultate. Kemi pas bende nga Evropa, kemi pas bende nga Amerika, kemi pas bende nga vendet e rajonit, edhe kanë demonstru se rock and roll nuk është veç muzikë, është ma tepër se muzikë, është mënyrë e jetës, është mënyrë e mendumit, është fuqi edhe energji që i lëviz gjanat dhe nivele më të nalta, me përkujtu për shembull lëvizjen e hipikëve që asocion me zhvillimin e rock muzikës, që ka qenë lëvizje për paqë në fakt. Edhe këtë kjo ide, domethënë neve na ka motivu, edhe na ka shtyr që të fillojmë me një organizim tillë, normal që kur të fillon pastaj ritmi i punëve tërheq vetvete. Normal vitin e parë ka qenë një befasi për shumë njerëz se nuk e kanë besuar që prezant ndodh. Tash pse bash prezant? Prezeni megjithatë ka një traditë rock muzikës. Po e përmendim për shembull në Yaman që besoj që ju keni dëgjuar Niazi Byty që ka qenë prej të parëve i cili ka filluar me atë muzikë. Pastaj ka shumë njerëz të tjerë që marrin me rock muzikë, një prej tyre është edhe Menani që ka qenë edhe bashkëpunëtori joni, po pastaj është largu. Ka edhe një gjenerat tretë të rockerave të Prezenit, që të cilët si vjet do ta hapin festivalin, edhe mendoj që definitivisht ideja se e tillë është treguar qëllume, promovimi i rock muzikës, po nikosisht përmes promovimit të rock muzikës, promovimi edhe i qytetit, edhe një kontribut edhe për zhvillimin e turizmit edhe për shumë gjëra tjera.